أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut që mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekun rrugën e pejgamberit alaihi salatu wasallam deri në ditën e gjykimit. Dorë Allahu xhaleshenuhu do të jem bashkërisht për pak minuta, do të jemi shumë gjatë me një temë e cila është vazhdimi i temës që cilën e kemi pas këtu, e kemi zhvilluar para një kohe, e cila temë ka qenë për fillimin e shpalljes, dhe tani kemi hapat e parë të davetit profetik, por tregu tani se i dërguari i Allahut po merr përgjegjësi dhe nuk ka më me nejt dhe më u knaq në atë përditshmërinë e tij, por tani është pejgamberi i Zotit dhe është ngarkuar në një mision i cili nuk është i pari prej njerëzve që ka pas këtë mision profetik, por është përmbyllësi faktikisht, është nga të fundmit, pra është Khatemul Anbiya, vula e pejgamberëve, që ka mbyll procesin e pejgamberisë dhe kështu mësojmë disa nga gjanat që besoj se ja vlen dhe janë shumë interesante, për me kuptue më shumë dhe më thellë fenë tonë, dhe kjo është dhe kërkesë nga vetë Kurani familjar, që ta kuptojmë sa më shumë ato të cilin e bartemi, nga se edhe na e kemi një përgjegjësi në bartjen e misionit profetik, pasi që jena umeti i përzgjedhur dhe jena umeti i cili nuk na vjen mend ndonjë pejgamber, por duhet të jemi vetë na ata të cilët i shfaqim vlerat e pejgamberëve tjerë. E para, mendoj që duhet me pas pak këtë natyrën e pejgamberëve, çush duhet me i pa pejgamber të Zotit. Të gjithë profetët dhe Muhamedi alayhis salam kanë qenë njerëz biologjikisht krejt normal. Nuk dallohen për njerëzve tjerë, as në diçka të jashtëzakonshme, me përjashtim të shpalljes. Dhe këtë e konfirmon Kurani, ku kërkesa e njerëzve të cilët nuk besonin, ishte çdo herë që të vinte ndonjë melek, apo të vinte ndonjë diçka më i veçantë, me një mision të jetë më hynor ai farë njeriu, pra të jetë jashtë në dimensioneve njerëzore, por Allahu xhaleshenuhu e demanton këtë dëshirë duke thonë se edhe sikur pejgamberi i Zotit me kon pra melek, ai duhet të ishte në fizionomin pra njerëzore, duhet të ishte njerëzor, për shkak se meleket nuk dinë se çfarë është uria, çfarë është etja, çfarë është lodhja, çfarë është pagjumësia, çfarë janë ndjenjat njerëzore, lidhshmëria, farefisnia. Pra meleket nuk i kanë këto. Meleket kanë cilësi tjera, andaj meleket nuk mund të jenë shëmbëltyr për njeriu. Duhet të jetë patjetër njeri ai i cili është shëmbëltyr për njerëzimin. Kështu që edhe Muhamedi alayhis salam pra ka qenë njeri krejt natyral, sikur këtë njerëz, dhe ata i thanë qysh një i dërguar i cili han dhe ecë në tregje, dhe Allahu xhaleshenuhu tregoi se këtë kemi bërë shembull për njerëzimin, për t'i treguar njerëzve se si duhet të haj, si duhet pi, si duhet të jetë si bashkëshort, si duhet të jetë si fëqij, si duhet të jetë si udhëhec, kështu me radhë, pra të mësoj gjërat me të cilat ballafaqohet njeriu me jetën. Po cili ishte misioni i tyre? Misioni i gjithë dhe i Muhamedit alayhis salam ishte në një thirrje. Thirrja la ilaha illallah. A e dim krejt shahadetin? Po krejt e dim. Ku dallohemi në shahadet? Pastaj dallohemi në të kuptuarit dhe në praktikuarit të shahadetit. Nga se thellësia e shahadetit është e thellë aq sa feja. Pra, kuptimi i shahadetit është sa është kuptimi i krejt fesë. Dhe kemi atje i tregim ku Musa alayhis salam kur është lirue nga, kur Zoti e çliroi nga zullumi i faraonit popullin e tij dhe atë, dhe i tha o Zot, si me të falënderu, çka i tha Zoti? Tha thuj la ilaha illallah, ndërsa Musait ju dok pak kjo fjalë, diçka tha më shumë, çka i tha Allahu? Në qoftë se vë në peshore
qielli dhe toka, fjala la ilaha illallah në anën tjetër peshon më rënd se sa qielli dhe toka. Për çka? Se qielli dhe toka janë kriju për ç't fjalë. Dhe njeriu është kriju për këtë fjalë. Andaj është shumë e rëndësishme me kuptu fjalën la ilaha illallah, misionin e pejgamberëve dhe misionin e vet Muhamedit alayhis salam, i cili thirrri në këtë fjalë. Pra çka është aq e rëndësishme që krejt pejgamberët kanë thirrën këto? Çka ka kjo fjalë? Diçka aq të rëndësishme, aq të veçantë që gjithë profetët dhe Muhamedi alayhis salam u kap për këtë fjalë. Këtu është burimi i besimit. Është burimi, thellësia e besimit të pastër dhe rujtja e natyrshmërisë njerëzore. Pra, a mundet më urujt natyrshmëria njerëzore ndryshe? S'ka mundësi. Njeriu ka mundësi tjetërsimi, dal nga dal tjetërsohet. Këda me pasë si tjetërsohet. Kush është ai i cili e ruan natyrshmërinë e njeriut? Është besimi i pastër në fjalën la ilaha illallah. Kur besojmë në fjalën la ilaha illallah, e adhurojmë Allahun në bazë burimit të kësaj fjale, e ndërtojmë moralin bazë të kësaj fjale, na e kemi rujt natyrshmërinë e njeriut. Kur njeriu dyshon në këtë fjalë, kur njeriu dyshon në këtë besim, fillon që të tjetërsohet, të bëhet tjetër. Në radhë të parë hub besimin, hub adhurimin, hub moralin, hub ndjenjen e njerëzores, dal nga dal zhveshet komplet nga njerëzëllëku, dhe smetet më njeri, por i takon më botës shtazore. Pra, shumë gradual, vjen njeriu duke u zhvesh për çdo vlerë njerëzore. Lidhja ku ka? Te fjala la ilaha illallah. Për çta Allahu ka thonë, inna shirka la dhulmun adhim. Mi bë Zotit shok është zullumi më i madh që njeriu i bë vetvetes. Nga se e tjetërson natyrën e tij. E çka po thirrin pejgambert? Çka po thret Kurani? Çka po i thot Kurani pejgamberit alayhis salam? Kurani po i thot fa aqim wajhaka lid-din hanifan. Fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. Sa është e madhe kjo fjalë, ky ajet më kuptu. Përkushtoju me sinqeritet fesë. Cilës fej? Pra fejsa Allahut. Përkushtoju me sinqeritet fejsa Allahut, e cila është fe e bazuar në natyrshmëri që ka kriju Allahu. Pra e ru natyrshmërinë. La tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim në krijimtarinë e Allahut. Nuk guxon të ndryshoj ajo që Zoti ka krijuar dhe i ka dhënë mision njeriu. Guxon të ndryshoj. Pra i dërguari Allahut dhe të gjithë të dërguarit e tjerë e kanë rujt besimin përmes fjalës la ilaha illallah. Kjo ka qenë arsye që mekasit të cilët e kishin idhujtarin të strukturume si sistem, nuk ka qenë idhujtaria thjesht veç një dogmë atje. Idhujtaria ka qenë sistemi i thellë integruar në shoqërinë e Mekës. Dhe ka qenë shumë e vështirë që të ndryshohet, nga se jam barikadue thellë edhe në çështjen e ekonomisë, edhe në çështjen pra të besimit, edhe në çështjen e politikës, dhe ka qenë shumë vështirë të thehen barikadat të cilat i kanë ndërtuar. Andaj, ata nuk kanë desh ta pranojnë fjalën la ilaha illallah, sepse është dashur ta ndryshojnë komplet jetën e tyre, ta kthejnë në normalitet, ta kthejnë jetën në normalitetin që Zoti po kërkon. Ata nuk kanë desh një gjë të tillë. Aq shumë i kanë fanatik në çështjen e besimit tyre të kohët, saqë Ebu Talibi ka qenë
xhaxha i pejgamberit, i cili e ka mbrojt, e ka dasht shumë të dërgumin e Zotit. E ka mbrojt prej idhujtarëve. Po fundi i tij, çush ka qenë? Fundi i tij ka qenë në besimin e idhujtarisë. Nuk mujti me u kthy në natyrshmërinë e vet. Fanatizmi fisnor nuk e lejoj që të kthehet në natyrshmërinë e vet. Kur i dërguari Allahut në momentet e fundit, para se me dhon shpirt dhe i tha, thuj la ilahe illallah, që të shpëtosh? Ebu Gjehli, i cili ishte protagonisti kryesor i mohuzve të Mekës, shkoi dhe i tha, apo don me lën fejnë të parëve? Apo do me lën fejnë e stërgjyshve? Dhe Ebu Talibi transmetohet që vdiq duke thonë në fejnë e të parëve, jo në fejnë e Zotit. Pra këtu tregohet se sa thellë ka qenë idhujtaria brenda idhujtarëve të Mekës. Sa vështirë ka pas i dërguari Allahut të ndryshoj këtë sistem. Çfarë strategjie përdori i dërguari Allahut që u korr ky sukses të cilën edhe sot na gëzojmë këtë se jemi besimtarë musliman sot? I dërguari Allahut përdori strategjinë të cilën kanë përdorur gjithë pejgamberët e tjerë, duke ruajtur parimet e shëndosha, ama duke ndryshuar në taktik. I dërguari Allahut ka pas një shembull shumë të qartë në Kur'an si ka vepruar Ibrahimi a.s. me idhuj. Ju e dini krejt ngjarjen e Ibrahimit se si ka thyer idhujt. Në ditën e festës, mori sopatën e tij, i thej të gjithë idhujt në faltore dhe sopatën ja vari idhullit më të madh, sepse Ibrahimi a.s. përgatiti një strategji që donte popullin e vet t'i vinoj para një argumenti të fuqishëm se idhujt janë të kotë. Kur ata ju drejtun Ibrahimit dhe i thanë, a e ke bot ti këtë? Çka tha Ibrahimi a.s. Pyet në këtë të madhin. Këtë idhullin e madh se ky ka bo. Nga xhelozia, nga urrejtja, i ka thënë këta tjerët. Ata thanë, o Ibrahim, ti e din që këta nuk flasin. Pra, i erdhën aty ku Ibrahimi deshte mi pru. Sepse ishte njeri shumë i logjikshëm dhe Kurani këtë e potencon, përndryshe shkenca Aristotelin e njeh si njeriu i logjikës, ndërsa ne e njohim Ibrahimin a.s. pra si baba i logjikës. Çështja e besimit ishte shumë i thellë në logjik. Atëherë ju tha atyre për rreth, çu adhuroni dikon i cili nuk flet, nuk dëgjon, nuk shikon, nuk ka dëm as dobi. Pra, çu mundi me adhuru dikon i cili s'ju përgjigjet? Pra, përderisa s'flet, pse adhuroni? Çka thanë ata? Ata e ulën kokën, po thot Allahu, ata e ulën kokën dhe pastaj dëshmuan se janë zullumçar. Pra, ajo sjellë argumentin e qartë? Po. A dëshmuan ata se janë gabim? Po. Po, a u kthyen në fenë e drejtë? Jo. Ky është fanatizmi i thellë të cilin e kanë popujt që kanë marrë rrugën e gabuar. Pra, kjo është sikur një njerit me i thonë, o zotni, ti ke hyp në trenin e gabuar. Që ky tren, ku e kiti destinacionin nuk qanë. Por çka thot ai? Po e morra vesh, po tash që më hyp qëtu, po shkoj, tash po udhtaj. Çfarë është kjo? Është i gabim i madh. Është i gabim i madh, njeriu kur nuk mrin atje ku do. Por fanatizmi i madh të cilin e kishin fisnor, i bënin ata të verbër, nga se lidhja mes logjikës dhe zemrës ishte e kputun.
Pra atyve nuk ju mungoj argumenti, ju mungoj ndjenja e zemrës. Nuk ishin ndjenje në zemrës. I dërguari Allahut, a mujti me bot njëjtin veprim në Mekë dhe me hinë Qabe dhe mi thy ata putat të cilët ishin 360 puta për brenda dhe jashtë Mekës, Qabes? Po, ama ndryshojnë në taktik, veprojnë ndryshe. I dërguari Allahut në radhë të parë i gatoi zemrat e atyre të cilët kishte rreth veti. I pregaditi fart në çështjen e besimit, në çështjen e sabrit, durimit. Shumë i pregaditi. Dhe i bëri shumë të moralshëm, të pathyeshëm, për të rezistuar çdo zullum dhe padrejtësie të cilët të tjerët e bën karshi tyre. Dhe pas 21 vite thirrje, i dërguari Allahut shkon si çlirimtar në Mekë dhe me dorën e tij i thën një nga një ata idujt, duke thënë fjalën e Allahut, erdhi e vërteta, u zhduk e kota. Nga se e kota nuk ka rranje, është për të zhdukur. A pat në reagim o, s'kishte më reagime. Pse? Sepse ishin bindur zemrat tani. Tani me njerëzit i kishin hekur idhujt nga zemrat. Ja? Pra, kjo tregon se i dërguari Allahut po do me pregadit një ummet i cili do të mbijetoj deri në kiamet dhe do të bart misionin e pejgamberit deri në kiamet. Edhe kur ai nuk është aty. Sepse i dërguari Zotit e kishte shembull tjetër Hazreti Musain, i cili i çliroi njerëzit nga zullumi i faraonit dhe i qiti në ato deti. Dhe çka ju tha popullit? I tha popullit, rrini këtu për pak kohë, derisa ta marr librin, Teuratin. Për 40 ditë që mungoi Musajin popullin e vet, çka ndodhi? Populli filloi me adhuru idhujt. Për 40 ditë pa pejgamber, populli humbi udhëzimin. Çka jep me kuptu kjo? Kjo jep me kuptu sepse populli nuk ishte gatu, nuk ishte pregadit. Musaj ishte marrë me faraonin më shumë se sa me popullin. Dhe populli nuk ishin gatu me mujt me qëndru pa pejgamberit, pa Musaj. Madje kishin Harunin pranë, por nuk dëgjuan. Sepse ishin të vërbuar, ishin pra në zemrat e tyre të mbushura me dashurin e feve, traditave dhe kulturave tjera. Përkundër se e pan mrekullitë e Musajt, përkundër se shpëtuan nga faraoni, përkundër se pan shkëmbin duke rrjedh ujë 12 kroje nga shkëmbi, përkundër se pan ushqimin e gatshëm prej nalë që ju vinte, pan mrekullitë e shumta. Por këtë zemrat nuk ishin gatuar me besim. Pra këtu Muhamedi a.s. në radhë të parë i gatoi disa zemra rreth vetës në besim. Hatixha ishte para që besoi. Ishte pastaj Hazreti Aliu, ishte Fatimja, ishte Rukaja, ishin pra vajzat e pejgamberit a.s. Në radhë të parë ishte familja e tij e cila besoi. Dhe posa doli nga familja, njeriu e parë që thirri në Islam ishte Abu Bekri. Nga se kishte pasë ishte një tregtar i vyer, një tregtar i drejt, një tregtar i cili kishte cilësi të mira. Kur Abu Bekri u fut në Islam, shumë shpejt ai mori edhe shok. Dhe ndër shokët e tij ishte edhe Othmani. Vetëm shini qëta emna. Abu Bekri, Othmani edhe Aliu. Janë 3 udhëhecët të cilët e udhëheqin misionin profetik, pra si halife mas vdekjes pejgamberit. Pra Omeri pak më vonë bëhet musliman. Amo 3 vitet e fshehta të thirrjes së pejgamberit a.s. besojnë këta njerëz dhe shumë e shumë prej personaliteteve të cilat përcillen deri në kiamet shëmbulltyra e tyre.
sikur që ishte Bilali. Shiheni njëri i robnum, ama drita e imanit kishte prek zemrën e tij, drita të tauhidit kishte prek zemrën e tij, dhe kishte largu frikën nga vdekja. Në torturat më të mëdha të cilin i bënte pronari i tij, ai kur njëherë nuk largoi gjuhën duke thonë ehad, ehad, një. Që jep me kuptu sepse ishin gatuar fort dhe ishin të gatshëm ta pranojnë pra dhe vdekjen për fjalën la ilaha illallah. Po familja e Jasirit për cilën i dërguari Allahut po ishe duke i torturuar me kasit po i torturojnë. Çfarë përgjigje i tha pejgamberi i Zotit? Shih pra çfarë zemrash ishin të gatume. Nuk ju tha se do t'ju shpetoj une. Madje as nuk ishin të drejtë të vetë mbrohen. Lufta ishte ende jo legjitime edhe në vetë mbrojtje. Pra s'kishin drejtë besimtarët as të vetë mbrohen. I dërguari Allahut shkoi aty ku torturoheshin dhe ju tha, o familje e Jasirit, bëni sabër, dëgjoj fjalën, bëni sabër. Dhe në takimi juve në xhennet. Ju tregoj se takimin e keni në xhennet, po shkoni dëshmor. Nuk i thanë ata, a qështu na prune deri që gjendje ku na tash të vdesim, kishin gatu, kishin kuptu pastër kuptimin e jetës dhe të vdekjes. Kishin kuptu islamin thellë, pra fjalën la ilaha illallah kishin kuptuar thellë. Dhe dëshmorët e parë pra është Sumeja dhe Jasiri. Nga dëshmorët e parë të cilët ranë për të mos hequr dorë nga fjala la ilaha illallah. Pra vëllezër të dashur, na duhet ta kuptojmë shumë këtë fjalë. Na duhet të mësojmë shumë për fjalën la ilaha illallah. Na duhet të him thellë në këtë fjalë. Na duhet ta kuptojmë jetën dhe vdekjen përmes kësaj fjale. Ta shohim botën dhe ahiretin përmes kësaj fjale. Në qoftë se që kjo fjalë bjen nga besimi, ka me ra edhe adhurimi, ka me ra edhe morali, ka me humb edhe familja. Dal nga dal njeriu ka mu shkatru, ka mu degradu për brenda derisa nuk ka me met asgjë njerëzore në trupin dhe shpirtin e tij. Kaponi fort për fjalën la ilaha illallah dhe thirrni edhe të tjerët në këtë fjalë. Dhe dini se çdo njeri i cili e thot këtë fjalë si shkaktar që i boj ju, çdo shpërblim që ai e ka në jetë, je pjesëmarrës edhe ti. Pejgamberët nuk na vinë mo. Barra na ka met neve besimtarve. Misioni i pejgamberit profetik duhet të shtyhet nga ne besimtarët. Duke rujt besimin, duke rujt adhurimin, duke forcu moralin. Na e lusim Allahun xheleshenu që me kam prej njerëzve të cilët ishin shembulltyrat e këtij ummeti, sikur që ishin sahabët pra, njerëz të mirë, njerëz të ngritur, njerëz të devotshëm, njerëz të cilët u gatuan me besimin e pastër, jetuan me besim të pastër dhe vdiqen në besimin e pastër. Inshallah, në takimet e radhës do të shohim pastaj vazhdimin e misionit profetik, do të shohim se si ka rrjedh jeta e pejgamberit alayhisalam, karshi davetit thirrjes në islam. Allahu ju shpërbleft juve dhe neve me xhenetin Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullah.